Po të kanë zëtë e qaj që të ka thonë 10.000 euro, të ka rajt, kështu. 10.000 euro. A kështë dhonë të 10.000 euro janë shumë pore. Apo kupton unë. Por ta ulan Baraliun dhe babo Dallavur ku atë 15.000 kështu thonë. Okej, ti faleminderit që më na vlerëson. Po nuk është problem. Nuk është real. Do të më bëj për me çit në dorë, në zemër edhe me fol. Unë po du me fol specifikisht për artistat e ri. Sa po shihni potencial ndoshta tek artistat e ri? Ka potencial të madh, ka edhe artista të ri që këndojnë shumë bukur. Po ka edhe se artistat që i kanë rajt edhe ndin me kënu dhe e kanë Se ju e keni edhe studion, edhe nuk e di sa mirë është personalisht. Për ata po them që kam dëgjuar gjithçka. Edhe se vjen gjithkush. Thot më ka thonë janë di me Po kënu di me edhe kënu, thonë edhe e merren çopa, apo kupton se aty duhet më tregu drejtën. Unë kam ndodh vet. Tha po këndoj pak edhe tha tregom tha jam për këtë punë. Tha ti mos u plak se unë kam shef me tregu. mos më thorrën çof. Çush duhet. Ashtu. Ja nisi kënoj një 2-3 kong. Tha Shakim, apo punon me diçka tjetër ti? Tha po mund të klima. Vazhdo të jam në klima. Tha se tash e hojnë edhe familja, se talenti dallohet. Mungon. Jo, talenti dallohet kur është i mirë. Apo kupton? Mendova për atë. Një kong me kënu ai dihet që ka me pas sukses në atë punë. Për gjithçka jo është muzikë, po si në sport, si ku dush. Si në gastronomi dikush për shembull që Alboni e mirë edhe me gastronomi, Ashtu po. që so vite, ky ka shumë talente. Për gastronomi do flasim pas pak. Mirë, pa mendon që ka artista të ri, ndoshta që po i rrez një projekt edhe mandej pe ka problem për projektin e dytë. Pja qëllon diqysh tash për shembull, tek nani ka mirë. Ai problem se ka mja qëllu projekti dytë hiç, po ai ka problem kur shkon për me aty me kënu. A do më thonë Apo është kupton? Çaty playback edhe të live problemi. Çaty problemi shpirt. Ka shumë kësi artista që po thu që nashta live e kanë problem. Jo, nashta po Po shihen tash TikToki ka marrë në qofë jo veç artista. artistat e ri, po edhe artista goxha më emër. A është do më thonë sipas teje TikToki pak i ka penalizu. Goxha TikToki pe morrën TikToki mundet të më shfrytzu edhe për mirë ajo. Po tash ti që dikush e shfrytëzon edhe për budallakina është tjetër çka, po kupton? Po ta fjalën për artista që the edhe me emër. Tash për shembull, nëse kam pas 20 dosma, 50 dosma, unë nuk kam qenë aty prezent. Po tash shpeshon një video dhe artisti i merr 10.000 euro, po nuk i meriton ato 10.000 euro. Mendon që TikToki ka dëmtu këtë? Po 5.000 pra. 10.000 euro. A që i merr 10.000 po thu, ja e fogun, a? Paguhet kërkosh me 10.000 kush të ka thonë? Që paguhet 10.000. Që shbon po një 8.000, 10.000. Allafet grove. Kush? Jo më love, po vjen artisti në studio dhe të thotë unë e kam çmim me 10.000 euro. Kush të ka thonë? Kush është ai artist? Me emra s'po fuli tash aso. Që mi thu ti kanë Ai, ekip. Unë po të kanë zëtë e qaj që të ka thonë 10.000 euro, të ka rajt, kështu. 10.000 euro. A kështë dhonë të 10.000 euro janë shumë pore. Apo kupton unë. Por ta ulan Baraliun dhe babo Dallavur ku atë 15.000 kështu thonë. Okej, ti faleminderit që më na vlerëson. Po nuk është problem. Nuk është real. Do të më bëj për me çit në dorë, në zemër edhe me fol. Çush duhet. Çmim real nuk është. Do me thonë, ta kuptojmë edhe unë edhe shikuesit, çmim 10.000 s'ka. Edhe nuk është as pak i arsyeshëm cili do artist shqiptar që i kërkon? Definitivisht. 10.000 euro janë shumë pore. A po më tregon sa është çmimi i arsyeshëm? Por Po, tash ti çmimi i arsyeshëm varet tash ti çe konsideron një dosën normal te 7 dhe i kanë 1-2. Jo, s'është puna orarin, varet ka nefton ti me këndua. Edhe varet sa ki ekip. Varet sa ki ekip sa po. Me një shku me një orkestra. Sa ki bagazh si këngëtar. Janë shumë faktorë. Do më thonë edhe emri, pa normalisht, s'ko dyshim. Fama është, abden. Së mundet mu kategorizu një që e ka nisi 3 ditë, dhe një që e ka nisi 20 vjetë. Po, është shumë e kuptueshme. 40 vjetë. Së mundesh me bo si paralele. Që sa vjetë për shembull ti punon me televizion? 5 vite tash. Që 5 vjetë më çu tash dikush me qenë nesër në emision me thonë ty me t'jap shkolla. S'mundet. Nuk mundet. Po kupton? Fakt. Se ti e mosh 5 vjetë në këtë punë. Fix. E ç'është e njëjta është. Po.